Në vetëm pak orë para nisjes zyrtare të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kryeministri Edi Rama i ka dërguar një mesazh të qartë dhe të mbushur me ironi opozitës, duke theksuar se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve. Mos e cysni nocin se sa më shumë e cysni, aq më shumë do t'ju dhëmbi 11 maj. Mos e cysni. Mos e cysni se do dini shumë të trishtuar nga 11 maj. Lëreni procesin bëjt vetën, ju keni të drejtën të mendoni ashtu siç mendoni, mbrapsht po është drejta juaj, keni të drejtën të ndroni, keni të drejtën të imagjinoni se në 11 maj do keni popullin me vete, gjë që s'ju ndodh. Rama shpreu besimin se Partia Socialiste do të fitojë 77 mandate, duke thënë se rezultati mund të jetë edhe më i lartë, ndërsa siguroi se Partia Socialiste është e angazhuar maksimalisht për këtë fushatë dhe ka punuar pa ndaluar. Do fitoj 77 deputet, nuk e dim atë, mund të jenë dhe më shumë, i parasysh. Nuk e di pa do ta shkruaj në kuq atje te ai lokali ku herën e kaluar kam lënë rezultatin. Do shkoj prapë, do shkruaj rezultatin e 11 majit. Për strategun e fushës elektorale të Partisë Demokratike, Kris Lacivita, Rama shpreu indiferencë, duke thënë se nuk ishte merak për ardhjen e tij dhe se do të prisë të shite rezultatin pas 11 majit. S'po bëj asnjë koment se erdhën zgjedhjet, do ta shohësh kush do zbresi e kush do bjeri. Ti akoma s'ke ujë 24 orë